Ndotja e lumenjve në Kosovë është kthyer në një nga plagët më të mëdha mjedisore të kohës sonë. Kemi sjell këtu pamje nga lumenj si Ibri, Sitnica, Graçanka, Trepsa, që dikur ishin burim jete për qytetet dhe fshatrat tona, ndërsa sot janë shndërruar në kanale helmimesh. Nga puna në terren, KDI ka identifikuar ndotjen e lumenjve si çështje urgjente, që kërkon ndërhyrje të menjëhershme. Problemi kryesor mbetet derdhja e ujrave të zeza dhe mbeturinave urbane drejt e në lumenj, pas një trajtim paraprak. Pamjet nga Mitrovica flasin vet. Ibri, Sitnica dhe Trepsa janë të mbushur për ditë me ujra të ndotura, mbeturina të rënda dhe ndotje që po dëmtojnë jo vetëm natyrën, por edhe shëndetin e qytetarëve. Derdhja e ujrave të zeza në për lumej është mëkati më i madh që bëhet kundra natyrës. Lumejt paraqesin damartë, sikur damartë e gjakut në trupin e njeriut, lumejt janë damartë tokës, të ambientit. Dhe kjo është dashur të qenë një prej prioriteteve të para të qeverive tona, institucioneve shtetërore. Jo është për ujrat të zeza, por për ambientin përgjithësi. E njëjta situatë përsëritet në shumë pjesë të vendit. Në Miradit e poshtme, banorët na treguan sfidën e përditshme të jetesës pranë një lumi të tillë të ndotur. Ata kujtojnë me mall kohën kur lumi shërbente për rekreacion, ujitje dhe jetë të gjallë për fshatin. Sot kundërmimi është i padurueshëm dhe jeta pranë tij e pajetueshme. Kjo gjendje është i ka dikun unë sa e mojnë mend, dikun është 12 vjet deri në 13 vjet që ka këtë erë ka shtron. Po. Se ka fillu ma heret, po nuk erë nuk ish. E shish me lumin që pak si maj trobëlt. Se kjo lum ka qenë shumë i këfjelt, ka qenë, jena la për para në të si të vogël. Kur i e kanë ti i ri? Kur im konon i ri i vogël, dhe më onë si fëmi, jena la këtu ka pos gjallesa, ka pos peshqi, ka pos bretkosa, ka qenë ven i gjallë, lum i gjallë. Tash peshen edhe vetë, që do këtë uji, po era shumë është e keqe, so që ti nuk mundesh as na bërë me najt. Na jemi jetojmë fshat këtu, për shepni dhe shtëpiat këtu që i kemi, duhesh me mbyll me dritare, duhesh me mbyll edhe me relekta, do të mirë shu edhe relekta se prap dhe për të nera. Unë është e pamundshme, sidomos në mramje. Në mramje është diçka është që me ardhë vetë me pa, ju thuhet çu po me jetu këtu. Po. Do më thonë, krejt kjo vjen tani shkaku i ndotjes, këtu po shohim edhe mbeturina që vini sjellin këtu, a ka edhe prej fshatrave tjerë që vini derdhin? Jo, prej fshatrave tjerë nuk ka, nuk kemi po na shtashek si familje këtu, si afër shtëpia që jemi, i kemi ndalu, ka pas shumë ma shumë këtu sani që pesh edhe vet ka pak kemi me djegë, me vllaznije, me këta me hjek pak edhe si kemi lanë. Po. Se kur ti shohim si lojmë këtu, se s'është vend këtu për me derdhë bërllak. Po. Më kupton, kjo ka qenë edhe rrugë, kemi mujt me deportu, kënena me dal atje të këtë është blokue. E kemi ndalu sa po mujmë na, kur tash kush s'jem na, nashta dikush edhe e derdh, po do të me konë ndërgjegjëm pak edhe njerëz që nuk derdhet bërlogi në rrugë. Po, për opinion në gjerë, cilat rrjedhat lumenjve kalojnë kënej? Kjo është lumi Graçanka. Po. Ne kemi thonë Graçanka vjen, kjo lidhet me Sitnicën edhe me Drenicën atje në Vragoli, në fshatin Vragoli. Po, do më thonë gjithë që kjo ndotje pastaj derdhet në rrjedhën e përbashkët atje ku bashkohen. Përbashkë ku bashkohen ato, do më thonë që kjo çka se ka shumë shtëpia afër qytetit Graçankës. Edhe me shkutje me pyet këtë rand, gjithë në njëjtën probleme kanë. Njëjtën problem. Po na jemi shtëpiat e para këtu prej fshatit, edhe mas shumti që na rrok neve, peshëve edhe vet këtu. As nuk kanë ka shkoj fëmija në shkollë. Dush me mos ka mi që fëmi në shkollë dhe ka përsejnë nëna se po smuhen. Po smuhen, kanë barkëqitje, kanë gjona se tash të jalen e ram, po të shmund me konë ranë çdo 3-4 ditë më të smu fëmija, me të shku borke, me të shku të mjeku. Po, krejt shkaku i ndotjes. Krejt shkaku i erës. Hajde na matë me ma përballojnë, po fëmija së ne përballon këta. Po, a ishtë dasht, si pas jush, do më thonë banorëve këtu, a ishtë dasht institucionën me marrë masa edhe për sistemin e kanalizimit edhe me regullu këtë çështje një herë mirë? Po, na menojmë që do të më regullu këtë çështje si kanalizimi, si çdo sa, po kjo për lumin Graçan, kjo unë sa kam informata, dikun në Graçanic derdhet. Derdhin këtë, që po dhjune ka naj farë fermet, të lëbëve, ku me di qka është, se kjo si tomë e li prishën, si djallë, si kjo mundet me konë, se si farere t'inglën kjo. Po, qështu ndikon tani edhe në ndotjen, do më thonë, pastaj i bashkohen e këtu ndotjet e tjera? Bashkohen edhe ndotjet e tjera, edhe sa kemi mujt me përcjell, bajagi ko gjalarg,
është kjo farë që vjen kjo farë pune vejtusha. Dhe se më thejshë mësët që të prele komuna jonë, po komuna jonë nuk kanë më interesu, edhe e ka po, tha, nuk është e jonë, edhe do të me shku me ministri. Këna folë me ministrin, ministria leja komunës, komuna ministrisë edhe kërkush se merë fojnë. Po, sa më ndën që i shkon e rëndësishme edhe për banorët e fshatrave këtu, ndërtimi i impiantit që i kishtë trajtu ujrat e ndotuna, edhe kjo uj pastaj mu rikthyn me një gjendje, do më thonë 95% të pastër mu kthy prapë në rrjedhën e vetë? Po, kish me qenë shumë e rëndësishme kjo, ku është mu bo kjo vërpune. Se është e vetë mja mundësi që ajo, që me mujtë, se këtu është e kotë, këtu me mujtë me asi ujtë. Me pastru ujtë. Njëherë. Po, që ajo në është me mirë erën me ndalë, zgjidhja afat gjatë, po. Situatë e njëjtë është kudo në për qytetet dhe fshatrat ku kalojnë këta lumenj. Në vend që kjo situatë trajtohet me prioritet, institucionet qendrore dhe komunale janë vënuar shumë dhe po vazhdojnë të zgjedhin rrugën e neglizhencës. Procesi i ndërtimit e impianteve të trajtimit të ujrave të ndotura po zvarritet dhe çdo ditë vonesë sjell pasoja të reja, ndotje më të madhe, rrezik për shëndetin publik dhe dëmtim të pariparueshëm të natyrës. KDI thekson se trajtimi i ujrave të zeza është një nga mënyrat e vetme për të shpëtuar lumenjt e Kosovës. KDI thekson se trajtimi i ujrave të ndotura është një nga mënyrat e vetme për të shpëtuar lumenjt e Kosovës. Ujrat e ndotura duhet të trajtohen para se të derdhen në lumenj. Ujrat e ndotura duhet të trajtohen para se të derdhen në lumenj. Vetëm kështu mund të mbrojmë ata pak ujë të pastër që na ka mbetur. Në kuadër të fushatës për mbrojtjen e lumenjve, KDI kërkon nga institucionet që ndërtimi i impianteve të trajtimit të ujrave të ndotura të jetë prioritet sepse Kosova ka humbur shumë kohë.